Njeriu namazet nafile ka të drejtë me I fal në deve, në kalin, këtë sodit në automobil, në autobus, kështu me radhë, por kur të fillon, e fillon pe kibles e pastaj ka do që kthehet devja apo kalja pa automjeti nuk prish punë. Farzat nuk lejohet vetëm me arsye të justifikueshme. Falja ulur në namaze nafile është e lejuar pa problem, sepse ka ardhur në hadithe të sakta se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka hadithet janë Muslim dhe koleksione tjera, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falur ulur respektivisht hypur në deve. Madje haythu ittajahat naqatuhu, në cilin drejtim që është kthyer deveja e tij. Për atë fuqahat kanë thënë, Allahu I pasmëshiruar, njeriu namazet nafile ka të drejtë me I fal në deve, në kalin, këtë sodit në automobil, në autobus, kështu me radhë, por kur të fillon, e fillon pe kibles e pastaj ka do që kthehet devja pa kalja pa automjeti nuk prish punë. Për namazën nafile. E pastaj a thuket nafile për shembull namazën e sabahut, sunetin e sabahut hanafite nuk e lejojnë, se është shumë I fortë, por farzat nuk e lejojnë asnjë. Farzat jo nuk e lejojnë asnjë, pra sunetet lejohet, farzat nuk lejohet, vetëm me arsye të justifikueshme, e që I bie, nëse është sëmur prej shpine, sa që e ka, nuk themi të pamundur, por e ka të vështirë, shumë të randë, shkakton dhimbje të madhe, ulja, ngritja, ramja në ruku, ramja në sejdë, dhimbje të madhe që mezi e duron, dhe me zeman vetën palshuza. Kësa raste, falet ullur. Përndyshë se dhe më shpina ka pak, dhe më në doron, në farz, nuk është arsye mjaftueshme për të falur ullur. Do të kuptojmë te. Kjo vlen edhe për pleq, të shtyrë në mosh, të cilët mujnë me falë në kam farzet, duke majtur në shkap, duke majtur në ndonjë tavolin. Farzet do të mi falë në kam, në ruku në sejdë, për atë që sa ka mundësi, sa ka takat, sa mundet, por kur nuk mundet. Ndërsa, sunetet, nafilet, mundet me falë, pasi problem, ullur, madje edhe nëse nuk e dham kërkon nëse është të shëndosh.